Aleanca Kombëtare për Integrim ka reaguar ndaj deklaratave të kandidatit për kryetar komunën Nevzat Bejta, duke pretenduar se të njëjtat janë të pavërteta dhe po bëhen me qëllim për ta manipuluar opinionin publik. Personi NB, edhe pse nuk meriton përgjigje, po tenton të mashtrojë opinionin publik me fabrikime dhe shpifje. Qytetarët e njohin shumë mirë të kaluarën e tij politike, si dhe vjedhjet dhe pleçkitjet që lidhen me emrin e tij. Në vend që të shpërndajë akuza të pavërteta, ai duhet të japë përgjigje të qarta para qytetarëve, si i ka realizuar aksionet në hidrocentrale, prej nga i burun investimin prej mbi 30 milion eurosh në Mavrov, si është bërë shitje tokave atraktive shtetërore në Gostivar gjatë qeverisjes së tij me klanin e tij kriminal, dhe sa dosje ndjekin nga afër për keq përdorime të dyshuara. Po ashtu duhet të sqaroj se si janë krijuar pasuritë dhe jeta luksoze e tij, kur dihet se prej vitesh është pa punë dhe tashmë pensionist. Sa i përket fabrikimeve dhe akuzave të tij, qytetarët e Gostivarit e dinë shumë mirë se kush ka plaçkitur gjatë 8 viteve të udhëhequra nga ky dhe klani i tij kriminal dhe kush ka punuar ndershëm për qytetin. Komuna e Gostivarit ka qenë vazhdimisht në mbikëqyrjen e të gjitha inspektoriateve dhe revizioneve përkatëse dhe asnjëherë nuk është konstatuar keq përdorimi fondeve publike, thuhet në reagimin e Aleancës Kombëtare për Integrim, ndërsa theksojnë se për këto akuza ata do të përgjigjen në mënyrë institucionale.